Ndërsa trafiku është shtuar ndjeshëm në rrugët e Lezhës, një nyje e rëndësishme lidhëse si ura e Cëni është bërë sërish funksionale pas ndërhyrjes që nisi në shtator të këtij viti. Ura e cila ishte amortizuar prej kohësh dhe kishte vështirësuar lëvizjen, veçanërisht për këmbësorët, tashmë ofron kushte të sigurta kalimi. Si një urë lidhëse mes qytetit dhe superstradës, që përshkon edhe një zonë të rëndësishme komerciale, kjo ndërhyrje pritet të ndikojë jo vetëm në lehtësimin e qarkullimit të automjeteve, por edhe në përmirësimin e aksisit hyrjes në qytetin e Lezhës. I Bashkisë Lezhë Pjerin Dreu u shpreh se kjo ndërhyrje është pjesë e një paketi investimesh infrastrukturore që synojnë uljen e trafikut dhe rritjen e standardeve urbane, duke orientuar qytetin drejt zhvillimit turistik. Një ndër investimet më të rëndësishme tona që kemi bërë deri tani, për disa arsye. Para, ura ka qenë amortizuar. E dyta, ura nuk ka pas kalim këmbësorsh. Siç e shikoni, është një urë komplet e re, me kalim këmbësorsh, aksesohet shumë mirë nga të gjithë, duke pas parasysh edhe sepse jemi afër tregut dhe jemi afër një zone komerciale. Unë mendoj se efekti është dyfish, plus trafikut, efekti është edhe në shërbim të biznesit. Hapja e urës së Cëni është në përparësi për lehtësimin e lëvizjes për qytetarët dhe automjetet në Lezhë, pasi përdoret si hyrje dale alternative për një qytet. Kjo së bashku me investimet e tjera infrastrukturore do të ketë një impakt pozitiv për një qytet më funksional dhe më të orientuar drejt turizmit.